عباد الله إن القلوب لتشتاق إلى نسائم رمضان ويربط الله më të vërtet zemrat kanë nevojë për mallim për fladin e Ramazanit. Alo jemi në Ramazan, o ju rob të Allahut. Alo kemi Ramazan, alo kemi ditë e Ramazanit. Mos është lëni ka shpejt. Alo është fladi që ta knosh zemrën e Ramazanit. Ja kanë filluar më paksu edhe safat, ja kanë filluar më paksu edhe taravit s'po vin. Subhanallah, subhanallah. Alo është fladi Ramazanit. Wa inna an-nufusa tahduha halawatul iman. Shpirtat po na thirrin me shiju ëmbëlsirën e imanit. Ju trupi, shpirti thirr që tash në Ramazan me shiju ëmbëlsirën e imanit. Mos e likshto vetin, mos u dorëzo me pak ditë e shlove flamurina deri në fundre. Mos ju larga ibadeteve, adhurimeve, mos ju larga namazeve, mos ju larga Kur'anit, mos ju larga veprave të mira, se shpirti thirr në Ramazan me shiju knasien e imanit. Ayyamun qalailu ala mawsimil khairat wa ala shahril barakat. Mirë po dinë mirë që ky Ramazan i ka ditë të pakta. Ky Ramazan e ka sezonin ditë të cilat janë të pakta, ama janë të hajrit, ama janë të bereqetshme. Mawsim yatina fil aami marratan wahida, dayfun sari' al-intiqal. Kjo sezon e cila po na godet neve që jemi në Ramazan, ditë të pakta të Ramazanit, nuk është që na viziton çdo herë, një herë në vetë kemi. Edhe ky mosafer din sa shpejt kalon. Dita e 10 është sot, ka të shpejt kemi dopsua, subhanallah, ka të shpejt kemi ratë e poshta, a e fitonu në gjenetina, po sahabët edhe kanë fitu gjenetin se kanë lënë punë të mira, kështu që edhe na nuk do të më udhërzu ka të shpejt, forcani vetin, bëni rob të Allah të Azogjel, adhurani Zotin, mos thoni xhenet, xhenet, xhenem, xhenem, vepra kërkasi kemi. Kur ta thu Zoti xhennet ba vepra, kur ta thu Zoti xhenem ba vepra për mu largu. Allah na përmirësoj gjithë dhe ja Rabbil Alamin. Ibadallah, in kana 10 ayamin qad mada, fa inna khayra shahrikum man qada. O ju rob të Allahut, në qoftë se këto 10 ditë kanë shku, mirë pa Allah është muji i hajrit i bereqetshëm. Alo ka ditë të cilët të munësh me i kompenzu ato ditë që kanë shku. Shkonën 10 ditë, kujtaj e çka ke bëj qëtash. Mos është ta për minerë që shtanë flamurin. Ki ditë, alo, shfrytëzaje, munësh me shfrytëzu ditët që vinë në vijem. Munësh me i kompenzu ato ditë. S'ki fal namaz, ditë të tjera që vinë vijem, mu kanë edhe ma i fort, mësë me shtu asni namaz, asni taravi. Faqad baqiya lakum akmaluhu wa ajmaluhu. Vetë se kam mbet për juve atë cila është më e plot dhe më e mirë. Dhe që i parë, amo dhe që i mesën, dhe që i fundit, ta janë më të forta, janë më të plota, janë më të bukura. E në fillim e kemi shtu. E ku është mesi? E ku është fundi? Ati pa Bukhari ka vendos hadithin innamal a'malu binniyat. Vepra shpërblehen sipas niyetit, hadithin e parë. Ndërsa hadithin e fundit e ka vendos se në vërtet vepra shpërblehen sipas përfundimit. A pe kuptani ku ka po qëllimin Bukhari ajo? Dhe në ditë kiametit libri i tij ka më ekzistu. Ka ngrit Zoti, sinqeriteti, ka bo mund të madh shumë. Ka fillu edhe ka mbaru. Na pja fillojmi, alo po bëdhët dit, ranën të poshtë, kejt. Subhanallah. Nuk është me fillim, është denjë s'kejt, denjë barem me qu. Mja qu hak që shdut, mu mundu që shdut. قال عبد الله بن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. وقال عبد الله بن عباس
Thot, ishte profeti sallallahu alaihi wasallam më bujari. E qëta shkena me pa, që shokon profeti më bujari. S'ka nevoj me përkty këto, më bujari. Qa shkena me pa, që shokon më bujari për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dhe ishte më bujar në Ramazan. Nuk i mujt me krahasu njerëzit tjerë me Muhamedit që shokon ajnë në Ramazan, më bujari. E qysh ka qenë më bujari? Vazhdan hadith, ja, la. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min rihil mursala. Subhanallah. Pejgamberi pas ka qenë më bujari në Ramazan, por punë të mira, më e shpejt se sa era e cila vjen. Parandaj, ata që janë fizikantat, kur të folin për shpejtësinë e erës, e din ma mirë, mos po du me hime me gabun ta. Amo pejgamberi në Ramazan, më i shpejt u ka në punë të mira se sa era që frynë. Paramendoj, subhanallah. Amo në Ramazan, komplet Ramazani. Ana, 2 dit, 3 dit, 5 dit, 7 dit, alo po 10 dit. E lanë, u kryma. Subhanallah. Ibadallah. Fil hadith, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. O ju rëbë të Allahut. Ajo kujtohet në hadith që ka ardhur dhe kimi cek dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një derë e xhennetit e cila quhet kjo derë Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Kjo derë e xhenetit quhet Ar-Rayyan. Të dy të xhenetit është. Njëra prej këtyre derëve thirret edhe një Ar-Rayyan. A thu pse ballo është quajt me këtë emër? Fihi isharata ila qaida azime, wa hiya anna al-jazaa min jinsi al-a'mal. Këtu është një isharat që po na jep pejgamberi, që shpërblimi është çysh je ti edhe shpërblimi ka më kanë. Por që ata Allah e ka lanë emrin Ar-Rayyan, derën e xhenetit. Çysh je ti, veprën çysh e ki ka më kanë edhe shpërblimi jot. Por me kuptu më mirë, me analizu, me mikroskop, dhe ma thellë që është kena me i. Ar-Rayyan shka da me thonë se. Ar-Rayyan da me thonë, ajo etja e madhe, ajo angazhimi i madh i jutë që ti e ki bu në Ramazan. Shiko, apo del që është në rrugë, da me thonë, dere xhenetit koka Ar-Rayyan që i bjen me kuptu, fjala Ar-Rayyan është mund, angazhim, etje e madhe ti që ke bu në Ramazan. A imi na duke bu angazhim të madh për këtë derë të xhenetit? A imi ta na të mundu për këtë derë të xhenetit? Sa po bëmi vepra të mira për këtë derë të xhenetit cila quhet Ar-Rayyan? Çka thon ditën e gjykimit kjo derë me na fol me ta neve? Ja, ani pse ke agjëru po s'ke bu angazhim? A vesh me agjerua, vesh me mojt barkin unë qëta, së mogën me të unëta? Ku janë adhurimet? Ku është namazi? Ku është leximi i Koranit? Ku janë dhikret, përmendjet e Allahut Azza wa Jall? Kanu Umar, Nawab at-Tamim ad-Dari, wa Ubay ibn Ka'b yusalluna bin-nas. Umar ibn Khattab, e ka lanë Tamim ad-Darin dhe ibn Ka'bin në kohën e tij me fal namaz, me fal taravit. Dini shka thujnë sahabët, kur kimi hi në namaz taravive, desh na ka hub, këta 2 hafizat Kurani ka qenë sahabi, desh na kanë hub syfyrin, për pak syfyrin na kanë hub. Çfarë angazhimit madh, Ar-Rayyan, pse kanë kujtu derën e xhenetit, angazhimi madh për me fitu këtë xhennet. Para me ndaj o vllazni. 2 sahabët kanë qenë, që kanë po namaz me tjerë, imam lë kanë qenë. Mirë po, ashtë shumë i kanë zotë taravit, deri sa sahabët kanë thonë, desh na kanë hub syfyri, deri në syfyr. Edhe Allah zë gjeli përshkun edhe në Koran. Kanu qalilan min al-lejli me jehgjaun, wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanën ata të pakt
Që Allah që shpiqun sahabët të pakt. A kujton që xheneti me njerëz ka më shumë, të pakt, gjithmonë janë. Gjithmonë njerëz të mi janë të pakt. Nërë në Koran edhe qënë që shka folë Allah dhe gjallë. Nërë një hadith dhe qënë që shka folë për Ameri sallallahu sallam. A ka thonë për Ameri, ummeti jam ka mundohë 73 grupe, shumë 73. Njën gjennet. Që 72 këtë zërë gjennemit. Amo njën gjennet. I pak, vish njën, vetë. Një grupë. Njën në gjennet. Subhanallah. Nërë në ajetin Koranor, kër Allah o thëtë, kujtoti Muhammed, kër ata ty të dhanën besën në nhina asoj pëme. Ka shku për Ameri, ka thonë, apo në besani që janë për Amerine, bid ma besën, ja kanë qitë dorën njëni me tjetëri. Din so kanë qenë sahabët, që ta që kanë thonë besën për fejtit, so hije e pëmës. E pakt, subhanallah. E që shku në sahabët, kanë qenë ata të pak burra që e kanë adhuru Allah në Azogjel deri në sëfër. Edhe kanë lona, ja o gjullo, qarë deri në sëfër u kryma. As sa bojnë se fali, as ko gja, se që edhe u kryma. Jo. O bil eshari hum i sërfiru. Me gjithat, deri në sëfër, kanë adhuru Allah. Në sëfër ju nuk kanë thonë, o Allah, falem, o zët, falem, ndoshta s'komit mina dojnë. A tër natën, deri në sëfër biko kanë falje. Ana 5 dit. Mas 5 ditve as në gjami zvimi ma. O kry ma. E këni thënë o Allah gjennet, o Allah gjennet, o Allah ma pranan. A i gare me zati të bua? Subhanallah. Mëse nëni për keq këpte vojë gjëmati janë. Forcano, mos e shlani badetin adhurimi, se ja du të mirën, vallaja du të mirën. Në qëson nuk foli, do të mirë në llogari për Allah, e ki ditë vërtetën, pse s'ki foli? Që ju foli, ju du zbashku më konë të angazhu dhe me në gjenetet e Allahut Azza wa Jall. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Qërë subhanallah që kanë qenë sahabë. Shtratit, ata nuk kanë fletin që për shtratit. E kanë lutë Allah në Azogjel me frikë dhe shpresë. Që kë ajet, në tefsirin e Begawi, ka ardhë kështë, që e kanë adhuru Allahën me frikë dhe shpresë, janë në 2 kuptime. Nuk kanë fletë pa e falë namazën e acis, e para, që është kuptimi parë. E dyta, nuk kanë fletë një pjesë natës pa adhuru Allah në Azogjel. Pa në mëndaj, subhanallah. E Ibn Abbas i thatë, khaufen minan nar, tama'an fil gjenne. Thatë, pse kanë lutë, pse kanë adhuru Allah, shtratë ju kanë nërgu, s'kanë fletë. Për shka? Frikë edhe shpresë. Ju në frigu për zjarit, shpresat mirat e gjennetit me I fitu. Apo e vrejnë o gjematin dru ku jam të donën e jo. Da më thonë ata gjennetin, amo të natën pas kanë fol namaz. Amo nuk kanë flejt pa e fol jacien apo namaz natë. E në Ramazan, pe kërkujme gjennetit, për të me o zët largan pizare gjennemit, amo na apo vimi fol namazët? Jo. Apo vimi në taravi? Jo, jo mlodh shumë. Ja, jo mlodh në punë. A kush e ka me zarë? Ati a sahabët e kanë fol me zarë. Ati kush I ka problemi? Që to. Kur ti kemi qëta mirë që shdohet, o pasha zëti, edhe më konë shpyrti të dalë, ka me shkube në gjami nuk e la. Amo për dynja, hajde që pe boj me qështët, kur shvjen ka I ka 100 euro. As gjami as ka minzan, as rruga as ka minzan. Subhanallah. Allah na përmisur gjithë, ja Rabbil Alamin. Ibadallah, wa fil hadith, Inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a minan nar, wa dhalika fi kulli lejletin. Ajo kujtojt në hadith që kemi thamë. Që për thot për Ameri sallallahu aleyhi wa sallam, e për Allah në Azogjel, në gjdo iftar, dhe në gjdo dit, wa dhalika fi kulli lejle, dhe në gjdo nat, Allahu largan njerëzit për zjarrit të Gjehnemit.
Që kjo hadith o i vëllezër, ju kujtohet që kemi thonë, dhe jeni të ndëgju, apet, çdo natë Allah largon njerëzit pi zjarrit të xhenemit. Tash është një pyetje kam për vetë edhe për juve. Më trego çfarë gjuhdi mundi ki bo që ti më largu pi zjarrit të xhenemit. Hajde. Më shqyrë dhe dhe. Çfarë gjuhdi ki bo? Çfarë mundimi ki bo që ty Zoti më largu pi zjarrit të xhenemit? Si cilët për neve të llogari. Ditët e Ramazanit, shfrytëzoje. Janë ditët pakta e kemi shtu për minar flamuri, nuk po mujnë me moj. Subhanallah. Shiko, do i përmendi një nga një se shë kanë bo sahabët që kanë dish më largu për zjarë xhenemit, kështu është farë vepra kanë bo. A na në Ramazan, vish një lutje kemi, të nashtë qatë lutje se bojme. Apo shiko, da më thonë, nëse da më largu për zjarë xhenemit, kështu është kanë bo sahabët. Othmani, vetëri. Ati që përformin a vetin të arabi. Vetri, vish një vetër. Khatme të Korani ka bo. Që të ka fillu, mas e cis, Allah akbar, me një vetër, khatme Koranin e ka bo. Parë më ndaj, o lazni. Njerëzve dhe ata e në kanë. Subhanallah. Qëka i ka shtyr ata? Vish një sen i ka shtyr. Dashuria e madhe për Allah në zërgje. Hakikat. E na nuk e i ndoshta se kemi që dashuri. Mërën edhe ditëve kemi shtu. Ku është dashuria ndaj Allahut? A da më largu në pi zjarrit të xhenemit? Bo mundohu që më largu. Osmani, me një vetër, khatme Koranit me bo. Subhanallah. Ebu Hurajra, radiallahu anhu, çdo ditë 12.000 herë ka thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. 12.000 herë. 12.000 herë, o vllazni, Ebu Hurajra, mrena ditës, ka bo dhikr, subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Ku jemi në Ramazan, sa po bëjmë dhikr, sa po lexojmë Kur'an. Unë jam i bindur për vetës e filloj, pas e të njerëz të tjerë, a ka lanë 10 herë nashta që thurin a subhanallah, 10 nashta po tha. Subhanallah. Khalid ibn Mi'dan 40.000 herë ka bo dhikr mrena ditës. 40.000 herë mrena ditës ka përmend Allahun azza wa jall. Unë jam i bindur, i me fund mujit. Ma shumë e përmend me rrogën, a ka dalë, as ka dalë se së Zoti. Parmendoj. Në Ramazan jemi, a e ka derën të rroga. Ma shumë e përmend ato se sa 40.000 herë ka përmend Allah azza wa jall këtë të be. Umeir ibn Hani'i 100.000 herë në ditë, o vllazni. 100.000 herë në ditë ka bo dhikr ndaj Allahut azza wa jall. Ibadallah, o ju robët e Allahut, wa fi l-hadith, idha dakhala Ramadanu futihat abwabul janna. Ju kujtohet në hadithin që kemi thonë, e kemi ndëgju, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të në Ramazani hapën dyert e xhenetit, krejt e dini. Kur të në Ramazani hapën dyert e xhenetit. A thu vallë, pse hapën dyert e xhenetit? Ndëgjoje pse. Wa innama tuftahu abwabul janna fi hadhi ash-shahri li kathrati al-a'mal. Arsyeja pse hapën dyert e xhenetit, në këtë muj, shkaku që ky muj i ngurmbullan krejt veprat e mira. Ku janë veprat tona që është, do më thonë, për me hinë e xhenet që është xheneti qelë. Do krejt veprat, do në xheneti ku ka qelë, arsye pse xheneti qelë, do në ku ka krejt veprat e përfshine. Namazi, agjerimi, leximi i Koranit, dhikri, sadakaja, taravit, apo krejt adhurimet. Miqash, ku janë veprat tona, mene dhe me natë të ka dalë, që është 10 ditë kanë shku, qka këmë bone? Alo ko ditë Ramazanit, o vllazni, mësë shtani ka qmi njerë, alo ko ditë Ramazanit. Ndëgjej rastin, që shkanë qenë sahabët, për gjennet, gjennet, që shkanë qenë sahabët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Një ditë pas namazit sabahit, po i drejtohet sahabëve, duke i thonë kështu: Men asbaha minkum al-yawma sa'imin, kush për juve sa të zhu agjërushëm, asnjëri prej sahabëve nuk po fol, po heshte. Ebu Bekri po thotë: unë i dërguami i Allahut. Faman taba minkum al-janazata, kush për juve ka përcjell gjenaze, tjerë po heshte. Ebu Bekri po thotë: unë i dërguami i Allahut. Faman aada minkum al-yawma maridan, e kush për juve sot e ka vizitu një smut, tjerë po heshte. Ebu Bekri thotë: unë i dërguami i Allahut. Atëherë pejgamberi po thotë: me çtema'na fi imri'in illa dakhala al-janna, nuk do tek një burr i cili i ban këto veprat vetë se ka me inë në xhenet. Para me ndanë vllazni, mas namazit sabahit këtë pyetje për e ban pejgamberi për shokët e vet, ndërsa Ebu Bekri krejt i ka bo, alo pa përfundu dita, alo pa përfundu dielli, mëngjes mineri ka bo, ana subhanallah, alo 10 dit e lanë me xhami, me Koran, me zikr, me çdo sen. A kështu Ebu Bekri, me alo dita s'ka fillu ndoshta mirë. Krejt të vepra i ka bo për me fitu xhenetin. Subhanallah. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke fol për xhenetin. Një sahabi është quajtur Ibnul Humami. Ky sahabi ka qenë ulur duke ngu pejgamberin për xhenet. Kur e ka ni ajetin koranor që pejgamberi po thotë, edhe Allah ka treguar në Koran se gjërësia e xhenetit, ose ki qejt dhe toka, ky sahabi ka thonë: çu shoj dërgumi i Allahit? Po ka që i madh ku ka xheneti ja? Pejgamberi i tregon për xhenet. Prandaj sot mirat xhenetit na më thonë i kimi ndëgju. Stani që në Ramazani, xhenet, as vep, as për gjo, as heq. Subhanallah. Ai veç një herë kanë dëgju, që shoj dërgumi i Allahit, thonë se gjësia, na thonë xhenet so ki tukë edhe qielli ku ka thonë po pejgamberi, edhe pja sharan. Atëre ky sahabi në dorën e tij ka pat hurme. Edhe ka thonë bekhin. A di çka më thonë bekhin? Kur e kanë dëgju për xhenetin, se so i madh ku ka xheneti, da thonë mundësia ka ardhur, që shotë për thirr vetin ai. Mundësia ka ardhur. Çata hurme që i ka pat në dorë, ka thonë çita hurme mu mlo me smin xheneta, çka ka bo farama ma kana ma'u min at-tamr. Çka ka pat prej hurmeve i ka gjujt. Edhe një herë ka shumë xhihad dhe ka vdek. Ka vdek e fitoj xhenetit. Ka thonë mes xhenetit edhe meje penges qëta hurme me qena. Subhanallah. E qëta shone pe këthej kështët? Mes Ramazanit, ditët e Ramazan që po kaloj, edhe dishka tjetër që na pengan, puna me nanor me na një xhenet neva, Allah s'po moj jo se më lo të punu, jam i lashën, s'po kam, s'ka me bo. Hati inshallah Allah na fal, po të falë Zotin, mos u bën marak se Allah i të falë. Subhanallah, që sahabët që kanë qenë, o vllazni, hap një vesh mirë. Prandaj, sa në matë vogël, hurme, ka gjuj. A vallahi na shta sa në matë vogël se gjuj. Jo, mërë qëfar, jo se me gjuj, me gjenet, jo më shfar gjeneti. Që më thonë, na bani Allah që na shkan da thonë gjua ma zveshit, sadaka, këto, kur gjahit, subhanallah. Mi po shika sahabët që shkanë qenë me fitu gjenetin. Rasti tjetër, o ju vëllezër, kur kanë ardhur sahabët Medine, ka qenë një bonar, në atë bonar është quajtur Elber Rume. E ka pot një Yahudi. Muslimanëve ja bëjke me pare. Atë vetëve pa pare. Muslimanët sa kanë ardhur në Medinë, s'kan pat pasuri shumë.
Qysh mi aletu? Pejgamberi, i ka pa musliman, dul pejgamberi i tha, kush e blen bonarin, e ka një lumë xhennet. Kush e blen bonarin, e ka një lumë në xhennet. Qende Gjaj Othmani tha shka një lumë xhennet, shkoj te Jahudia, 35.000 dirhem ja ka marrë. Edhe i tha, krejt për musliman, tha fal, edhe ata që s'janë musliman, tha fal, tha krejt në të marrë, lumë i s'ka. Ana pozat në gjëmë hadithin, kur vjen Ramazani hapën dyrë të xhenetit. Othmani, një lumë xhenet, çka dhan? O xheneti, edhe në xhami s'ka. O dyrë qeti ki. Nuk ka, subhanallah, la ilaha illallah. Ibadallah, la tada ayyam Ramadan tamurru wa anta lam taf'al shay'an. O ju rob të Allah, mos i le për asgjë ditët e Ramazanit me të kalu dhe ti kur gjon ta nuk i bo. Merre këtë hadith dhe shfrytëzoj ditët e Ramazanit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, in qamat as-sa'a wa fi yadi ahadikum fasila fa in istata'a an la takuma hatta yaghrisaha falyagrisaha. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qofse me sot të e shem, duke u bur kiameti, u prish dynja, këtë pashë është u prish dynjaja krejt. Në dorën tane është një bim. Thot në qofë se i ki mundësi ti, dhe i së zbot kiameti, dhe i së s'ta merë zote dhe ty shpysh nga po vdes, qatë bimën po thot, ngule, se ki me pa hajë. Qëtë hadith, qësh ka me këthy qëta share? Ditët e Ramazanit, për ty janë që kjo bima që ti pështon për kiametit, për i punve e dalon, qata, ku delë për Allah të që e ku mbu një vepër. E ditët për ty, të Ramazanit është që kjo bim. E në qovë se nuk i shfrytëzon ditët e Ramazanit, dije mi se për ty është kiamet, shkatërim. Dhe për to na e dimi hadithin e pejgamberit ku ka hyrë minber që shka thonë 3 herë amen, amen, amen. Për shka ka thonë amen, njëri për tëre, hinë Ramazani dhe nuk i bo vepra që me fitu mshirën e Allahut azza wa jall. O i vëllezërit e mi, gjitha këto fjalë, këto tregime, këto ndodhi që kanë qenë sahabët dhe fjalë që i thonë në për hadithe, mos i merrni për keqen ndaj meje. Po të qomi për gjumi, edhe ditët që në ka me të Ramazanit, t'ja dim lerën dhe të shfrytëzojmë dhe shpresojmë tek Allah azza xal në Ramazan kur i bojmë veprat, kur angazhohemi, shpresa edhe mshira nuk vjen të nejt. Shpreson edhe mshirë ndoshta mundesh me pat, kur ki angazhim, kur qenë Allah azza xal që ti ki angazhim edhe ki shfa shprese, ka mundësi me ndodhë diçka. Ama te nuk ki angazhim, ku da me shpresu? Që e lusmi Allah në zëgje, këto ditë të cilët në kam bejt, t'ja dim vlerën, edhe më shumë, kimi thonë që për fillimi, Ramazani nuk është ditët nuk janë të njëjtë, o vllazni. Nuk janë të njëjta ditë Ramazanit. Dita e parë është e mirë, dita e dytë edhe më e mirë, dita e tretë edhe më e mirë, dita e katërt edhe më e mirë. Se cila tjetër e më e mirë, më e mirë. Derisa të përfundon ky muaj, është edhe më e mirë. Subhanallah, për muajve të tjera. E lusmi Allah në zëgjet, që të vëdësohemi, gjumi për gjumit, këto ditë që në kanë mbet, të angazhohemi me leximin e Koranit, me sadaka, me namaz taravive, me dhikr, të largu gjunave, duke agjëru ashtu që Allah azza xal ka kërku.